Maqedonia nuk duhet të pres me dekada para dyerve të Bashkimit Evropian dhe deklarata e kryeministrit Miskovski është keq interpretuar. Këtë e theksoi presidentja Davkova në emisionin Klik Plus, duke ju referuar deklaratës së fundit të kryeministrit Miskovski, i cili tha se nuk do të ketë lëvizje në lidhje me ndryshimet kushtetuese pa garanci për identitetin Maqedonas. Moram да напоменам дека кога се цитира изјавата на премиерот, се заборава дека таа не беше таква каква што ја повторуваме сите, туку беше поврзана со доколку во односите со Бугарија, и тој наброја некои претпоставки. Не мислам дека тоа значи децении треба да чекаме, напротив, некогаш движење има и кога не е пред очите на јавноста. Silianovska tha se vendi shënon përparim serioz në procesin e eurointegrimit dhe se jemi shumë më të mirë se kandidatët kryesor për antarësim në Union. Ajo përsëriti se në procesin e antarësimit më të rëndësishëm duhet jenë kriteret e Kopenhagës. Те зборуваме за политика заснована на докази, не на ирационални барања. Покажуваат дека ние не само што сме рамо до рамо со главните претенденти за брзо членство во ЕУ, туку сме и подобри од некои од нив. Duke rikujtuar kriteret e Kopenhagës, Silianovska theksoi se në to është e përcaktuar qartë se respektohen identiteti kombëtar dhe kulturor i shteteve dhe popujve. Nuk mundet që këto parime të vlejnë për vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ndërsa të mos vlejnë për shtetet kandidate, theksoi presidentja Silianovska.